Katastrofë është, e pastaj, se cili ka detyrën e vetë. Tregon që Njërit pas ka frikë, tjetri pas njerëzit ka. nuk ndjehen të lirë. Pa tjetër, po edhe gazetaris duhet ndjej i lirë në këtë lloj. Mos ja kërkon vetëm Natyrisht një pjesë e madhe gazetarë nuk edhe atij tjetrit që merret tash që është drejtësia, edhe përmendëm disa herë TikToku këtu Blendi, ndërkohë që TikToku është mbyllur në Shqipëri, normalisht. Pra, ky është një vend që ka mbyllë media, ka mbyllë Agonin për konflikt personal e tjerë, po tash ta kalojmë këtë çështje, mbetemi këtë tema që na Edhe ftuar. betejë me TikTok është betejë humbur, se këtë sekond po të ta hapum, ta shohësh që punon. Po mirë, po duhet futesh VPN. Jo, më jo pa VPN fare, kam unë. Gjithë jo mua s'm punon për shkakun pa VPN. Hapet tani dhe shive. Ja ta shohim, nuk më punon. Po harxojmë kohë me një tema bet këtë Fevzi. Fakti që tentativa për të mbyllur një nga rrjetet sociale më të rëndësishme. Ja TikToku im nuk punon. Edhe nuk provoi. Ty të hapet, mua s'mapet. Dhe është një nga temat që e kam prek edhe këto Parlamenti Evropian. Por unë kam bërë 4 herë në studio debat këtu në studio. Po ecim se po ngelim vetëm kjo çështje. Duket sikur vetëm kjo çështje. Jo, se kjo është shumë e rëndësishme kjo çështje. Fakti që tentativa e Edi Ramës për të mbyllur një nga rrjetet sociale më të rëndësishme në Shqipëri dhe më të lira në Shqipëri, dakord, nuk pati efektet që ai priste, nuk e heq asnjë presje skandalit dhe veprimit skandalos që Edi Rama ka bërë. Kështu që nuk mund të themi tani nga që të gjithë morën se në fakt ajo vetëm që nuk e mbylli dot. Jo, ai vetëm nuk e mbylli dot, po ai edhe i shtoi përdoruesit sepse bëri TikTokun më interesant, ne dimë. Se unë kam përdorur shumë TikTokun edhe ka patur shumë efekt. Po e shohim që ka efekt, unë shoh vetëm ato, po, nuk ka rëndësi për ta parë se sa efekt ka. Por që veprimi i Edi Ramës është veprimin e Edi Ramës kemi bërë të paktën unë kam bërë 3 emisione. 3. Nuk e di nëse në një keni qenë dhe ju, po dikush nga ju ja ka qenë preqi. Kam bërë 3 emisione të forta këtu. Pra, publiku e di që Edi Rama po e mbyllte TikTokun. Nuk është që se dinte. 3 emisione kam bërë unë këtu. Dhe argumentat e palve njerëzit i kuptuan se çfarë ishin, e kuptuan që s'kishte në argument fort për ta bërë mbylljen. Dhe prapë e votuan. Prapë e votuan, çfarë dhe mund tash? Kjo është faji medias. Çfarë do thotë kjo? Po s'është problemi medias. Ky është paradoksi, pra ky është paradoksi. Ky është problemi i vogël. Se është fare paradoksi. Po më shumë se 3 herë çfarë mund të bëj media, më shumë se të bëj 3 herë emision për 3 muaj. Për gjë. Se ti s'mund të rish për ditë e njëjta gjë. Çfarë ti bësh më shumë? Çfarë ti bësh? 3 herë me argumenta, me pro, me kundër dhe me pal, hera vetme që erdhën dhe pal nga qeveria, pra nga mazhoranca, diskutuan këtu. 3 herë, çfarë ti bësh më shumë? Ti nuk mund të rish për ditë thua do bëj vetëm emision për TikTokun, se te i kalon shoqëria vet. S'ke ç'i bën. Mund ta mbyll me 2 fjalë këtë çka kam për të thënë. Nuk ishte qëllimi im edhe nuk është mendimi im që problemi i Shqipërisë janë gazetarët, janë analistët, janë mediat. E përsëris, mediat, gazetarët, analistët janë viktima të një autokracie, të një modeli të rëndom, të lindor, po tani priti unë të them bindin tim, pasi mos e prano, ç'a them, unë mos e prano. Unë po them që mediat në Shqipëri janë viktimat që vuajnë më shumë. Agron, po t'jetë kështu, do të përdorja unë diçka, po do ishe fyese për ty. Është një fushë që nuk e njeh, sepse shkel në disa zona që nuk i njeh. Ma më thuaj, ti që i njeh, më jepi. Unë e njeh Po jepi, unë e thuaj. Në çfarë si është atë, më fal, si është. Çdo gazetar ka pozicionin e vet, ka dinjitetin e vet, ka integritetin e vet, talentin e vet, dikush është shumë kurajoz, dikush është më pak kurajoz. Është rasti që ky lajmi që thash unë, më fal. Është rasti, nuk ka dalë. Merri të shikoj. Nuk ka dalë, nuk ka dalë. Nuk ka dalë, nuk ka dalë. Atëherë. Ka bërë Agron, me këtë Agron. Dëgjoj themi gjë. Do ishte Agron, është fyese se me 2 fjalë. Po do ishte fyese për ju pastaj. Se jeni 2 veta në studio. Unë nuk futem fushën tënde. E di se do gaboj. Është një fushë për shkak çfarë po bëre një ofendim, po unë e kuptoj që se ke për keq. Cili është ofendim? Kur the që gjithë janë viktima, do të thotë por gjithë janë absolut shumicës gazetarëve në Shqipëri që përballen qoftë me qeverinë, me opozitën, se është më agresive opozita. Më dëgjoj preç. Po dëgjoj pra. Mediat në Shqipëri janë viktimat kryesore këtë regjimi dhe arsyeja më e rëndësishme ose partnerët. Por unë them mediat, nuk po janë si ai që e mbyll gojën e qep totalisht, si ai që kujdeset. Tani, do ta them çfarë më thotë njëri, që është nga më të zgjuar, jo me që më thua këtë, se po ta them se më shumë thot. Nga njerëzit që unë respektojmë shumë për zgjuarsi. Më thotë, me këtë logjik unë mund të them që viktimat më të mëdha të shoqërisë shqiptare janë politikanët opozitar që kthehen në fasadë për treguar Rama që është sistem demokratik se ka dhe opozitë.
Që do thot kjo? Po ja, këtë që më thot. Në falë, ne jemi në garë, nuk e Jo, kuptoj mos ishte chat GPT-ja. Jo, ma tha, se s'po da them do, është identik, se s'da them dhe emre pësaj. Po tjetë për viktima janë opozitarët që pretendojnë që janë një sistem demokratik dhe i përdor për treguar fasad demokratike. Po dhe ta janë viktima, absolutisht. Ky mua bet Por jemi gjithë viktima. Edhe kemi vetëm një mbret, ë? Jemi gjithë viktima. Që nga i mbreti dhe ne jemi viktima dhe tjetë gjithë. Jemi, pësa se ko kuptuar ti Fevzi? Jemi të gjithë, unë i pari, jemi të gjithë viktima të një njeriu të vetëm, që ka kapur çdo pushtet dhe vendos gjithçka në këtë vend. Vendos kush do t'ja dali, kush do dështoj, kush do jetoj këtu ose kush do iki. Nuk ka diskutim, akoma se i nuk kuptoj ju. Pse ju një zgjedhje, pse i bëni zgjedhje? Po sepse duam të shpëtojmë të mos jemi viktima, Fevzi. Po jo, se ai shumë të përdor për fasad. Ai përdor për fasad. Ai mund të bëjë çfarë do, opozit që më shan për ditë. O Fevzi, ai do bëj çfarë doj. Ne jemi këtu që të luftojmë, që të gjithë ne, të gjithë, unë i pari, unë... Po e provove ma gronisht e para një muaj. Po, prapë, do ngullim këm, do ngullim këm. Do ngullim këm, themi, dhe sidomos, do themi të vërtetën. Po pa tjetër, bëhe. Pse ju vjen, për qa problemi keni ju që të... Qa mendoni se jeni të pavarur ju? Ju mendoni se jashtë shtetit, ju jeni të lirë në këtë vënd, nuk flas me ty, me të gjithë. Po unë e di edhe të lirë. Më falë, të lutem. Absolutisht. Ju mendoni se mediat në Shqipëri janë po aq të lira sa në Perëndim? Ju mendoni që gazetarët, analistët mund të flasin lirshëm? Këtë do tani. Pa se na dëgjojnë tani si Perëndim. Kjo është niveli, ju mendoni që kemi... Leti lirshëm sa ti doj qefi. Se dhe thot Ramat se flet. Jo dhe më flasë, punë për s'ka mas si punë me qeverin, s'ka mas një njeri më punë me qeverin, edhe nuk më pengon kushtën që të dua për qeverin. Jo, por kam etik. Nëse flet, a janë media të lira, unë do them pa dyshim ka probleme. Nëse ne nuk pranojmë që Shqipëria, që një njeri vetëm, ka kapur çdo lloj pushteti, nga gazetarit, te gjykatësi, te prokurorit, te biznesmeni, te mjeku, te opozita, te deputeti. Nëse nuk e pranojmë që janë të gjithë viktima të një njeriu që ka kapur gjithçka, ne zemi as sekundi. Në qoftë se Rama të ka kapur, qoftë se Rama të ka kapur ty, Belindin, mua, Preçin, Batonin, Ornelën, Tanoxhën, dhe gjithë ne, atëre ne kod bëjmë mua betu. Po çfarë po i bëjmë teatër, po të thënë njerëzve që ne ka kapur Rama, po ne po ju tregojmë që ka demokraci. E mbyllim këtë gjë dhe vazhdojmë merrem me gjëra tjera. Dhe njerëzit akoma më shumë vazhdojnë të ulen nivelet ulta të shikueshmërisë tyre lloj emisioneve, sepse realisht që i thua ti mendojnë që këta bëjnë një teatr, janë ca aktorë që i sjellin aty për të bërë teatr, se njeriu është ai i madh, i mbreti i madh që i sjell gjithë fijet edhe i rrotullon gjithë si do. Jo, më nuk është kështu, jo. Jo, shu. Ta them unë se sa ai zgudzon kur ti bjer telefonin tim, ti na dish. Unë nuk e them, po kjo s'do thotë, do thotë që unë me vëllëntia fakti që ai nuk i bie kur telefonin tënd, unë e besoj. Fakti që ai nuk vendos se kush do vinë në këtë studio, për çfarë do diskutojmë këtë studio. Po fal një sekond, unë nuk e vë fare ndyshim. Po kjo nuk tregojnë që këtu kemi të bëjmë me një media të lirë. Ta thash unë të lirë, nuk të thash të më. Të thash nuk është media problemi kryesor më. Nëse nuk je ti, po nuk të thash të më, apo nëse nuk jam kapur, kjo do thotë që unë nuk të thash këtë, të thash diçka tjetër. Se më qellon për gazetar që më thonë që pse se bëre këtë, i them unë, pse se the këtë gjë, se them dhe se kam hallë, se mos mërzitet. Dhe i them lëre punën, po se lë do thot, se kam kredi apo gjë. Po unë mendoj që ai më mirë bën ta lër punën dhe ti ke refugjat se sa të shkojë të përdoret për ta bërë këtë gjë. Po flasim për dinjë gjë. Unë për këtë po ta them unë dakord, po nuk janë media tisore, se ti më thua, këta të biznesit kanë drejtë se zguxojnë ta bëjnë, kurse këta duhet ta bëjnë. Është viktima ai apo jo? Kush? Ai gazetari. Ai zgjedh të jetë viktim. Se sot e mbyll, njerëzit nuk janë bërë agron. Njerëzit nuk janë bërë viktima në kohë komunizmit. Ka njerëz agron që s'pranonin të bëheshin spiun, s'pranonin të spiononin shokun në kohë komunizmit. Jo tani në botë të lirë ti ikën, se do bëhesh ti zarja, nëse ai zgjedh për mirëqenie, për kushte më të mira, për oportunitet, se njeriu mund të jetë oportunist. Po t'jap një shembull, ose po t'jap dy shembuj. Po. Në fillim, kur krijuam partinë Mundësia, takova shumë njerëz. Dhe më bëri përshtypje një takim që bëra me një, nuk mund t'i them, më nuk po. Mirë e kishe krijova. Më fal. Jo. Mirë e kishe. Se e do ti, si e do ti ta them unë? Kështu për, okay. Ta them krijova. Edhe për batut, mirë ishte. Isha një nga personat më të rëndësishëm. Dakor, I parë mes barabartë, okay. Ka gjithmonë një iniciator tani, çfarë të them unë? Pastaj kur flisni ju për këtë gjë, çfarë them unë tani? Tani, ajo që po thosha ishte. Dhe më tha, një dep më tha, agron, tha, duhet të bëjmë këto pa drejtësi, kjo kështu, kjo ashtu. Pastaj, po mirë, thash, hajde të bashkohemi, ta bëjmë. Po jo, thas, unë rrezikoj shumë.
Ka njerëz që rrezikojnë. Unë, në moment të parë tash, po mirë tash, po unë se rrezikoj asgjë, unë kam, qa jam unë? Unë s'kam asgjë për të humbur, më falë. Po unë, sinqerisht e them, unë nuk e dënoj atë person, nuk them, po kjo s'pati kuraj. Jo, nuk e dënon fare, sepse është zgjedhje e tij. Një nga kandidatët tona... Po nuk i kërkon atje të bëj moral. Ky është problemi. Një nga kandidatët tanë, ka ardhur dridhej kur erdhi në selit e partia Mundësia, sepse i kishin kërcënuar prindrit, do i pushonin prindrit nga puna. Dridhej. Dakord? Dhe thoshte Agron, si t'ja bëj, se po më pushojnë prindrit nga puna, i kërcënonin. Dakord? Unë nuk mund të them, është viktima apo s'është viktim? Ata, të lutem, o Fevzi tani, janë, Fevzi, ose më mirë, jemi të gjithë viktima. Jemi viktima të një regjimi, të një njeriu të vetëm që ka kapur gjithçka. Ishte më keq do të thuash. Sa vjeç ke qenë? Ora sa vjeç ke qenë? Do të thuash ishte më keq. Jo, më jo, s'do të them si ishte më keq. Në 90-ën, 12. 12. Po. Aty në qytet studenti, se unë e kujtoj shumë mirë, edhe kur ndodhi mbrapa, pati njerëz që i kishin prindrit komunist, që ishin në pozita shumë të larta, po flem një pjesë e tyre, dhe u ngritën pa pyet as për prindrit, as për rrezikun, as për sa atëherë kërciste plumbi, nuk ishte të heq babin nga puna. Dhe e bën një gjë. Njerëzit, kur kanë motivim, dhe kur ka momente të caktuara, e bëjnë këtë gjë. Që ta dish. Nuk ndodh. Në kohët komunizmit ka pas njerëz, Xhelal Koprëndsi shkuan të arrestonin, i thanë në emër të popullit e arrestuar, thanë në emër të armiqve të popullit, dhe pushkatuan me plumb ball, pranoi vetë që të pushkatoi edhe e shtrin aty. Njerëzit kanë ditët e tyre. Kjo gjë nuk llogaritet fare, llogaritet vetëm llogaria që si ndihet ai në raport me kryeministrin edhe me rahatën e vet. Po jo, më njeriu ka pjesën e vet të vendimarrjen. Ti merr vendim të bësh betejë, ai merr vendim bëj betejë, le të shkojë merret me punën e tij. S'është për politikë. Duhet të jesh në kushtet e një qytetari të thjesht, që është njeri i thjesht, nuk ka shumë mundësi, si ai babai të cilit i vdiq i biri në spital, se i mungonin ilaçet, dhe kur unë kam folur me atë, dakord, sepse dhe për këtë ishte një nga çështjet që s'fliste njëri, ose fliste i paksa për të janë se u fol, u tha dhe kjo, ishte një në midis lajmeve, kur ajo që kuptova unë, tani po pita them ofenzit të lutem. Si që ka për spitalin? Po prit më tani. Po këtu në studio më është bërë nami. E keni ftuar atë, se keni ftuar? Kë kam të babain që... Po se di rastin konkret, më kam bërë për onkologjikun, po thomi, nuk ishe një rast konkret, ishin rast, është bërë debat. Ofenzit tani, unë ti kapesh me 3 fjalë të para që them unë, po prito se ta mbaroj fjalën, ta mbaroj fjalin. Po them, kur unë fola me këtë zotri, më tha, ajo që kuptova unë të pak, dhe tha, shiko, tha, djali im iku, tha. Dakord? E ndërkohë t'i gjoja gruan, që i thoshte, lëre, që të duhet, mos unë ngatro, se jemi pensionist, se jemi për buk negojës. Dakord? Dhe a i tha, lëre, tha këtë, tha. A i vdishta. Tani, më fali një sekund, tani qa du të themine, që a i prind, duhet të dënojmë atë prind, sepse s'u ngrita i kundër regjimit, kundër Edi Ramës, kundër shëndetësisë korruptuar, kundër ministres së korruptuar. Këtë do ta... A ishte një pensionist i thjesht që pati një fatkeqësi dhe... Po dhe ata student thjesht ishin që ngritën. Unë nuk e dënoj, ti dënoj. Po jo, më nuk e dënoj atë, unë po them që shoqëria ngritë gjitha. Dhe dyta, mos e se ky është manipulim. Se më përmend një pensionist, po unë po të përmend njerëz që marrin miliona, që e kanë me interesa milionash përveç tjerave, edhe këte i thonë që guxo bëje këtë ose kjo s'duhet bërë, e nga nga tjetës bëjnë. Njoh njerëz që marrin vendime në përgjykata me ndikim të jashtëzakonshëm që thonë që kjo është padrejtësi dhe sa hapin gojën këtej. Këta nuk janë pensionist për bukën e gojës. Këta janë njerëz për përfitimet e tyre personale vetëm. Dhe ky është pazar i mirë fillt me pushtetin. Është vetëm kaq.